Mirë, tani jemi në minutat e rezervuar edhe për misafirin e parë të programit të mëngjesit, siç ju njoftuam edhe në fillim. Tashmë në studio kam balerinin Sinan Kajtazi, mirë, po nuk do të flasim për baletin aq shumë sa do të flasim edhe për projektin e tij më të ri, pra vitin e kaluar, mbani mend së bashku me Sinanin promovuam albumin e tij të parë, ripërpunime të këngëve të vjetra të muzikës popullore veç me klarinet, me të kënaqur shpirtin. Ndërsa sot do të flasim për albumin e tij të dytë, i cili mban titullin Për te, mirë, po kësaj radhe jo veç me klarinet, por me komplet orkestër. Mirëmëngjes, Sinan, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se gjej. A mund të mos zgju? Po, patjetër. Shumë mirë. Se e di që nuk je prej atyre që zgjohesh herët, ndoshta për shkak të angazhimeve të shumta gjatë ditës, Po, faktikisht teatr fillojmë zakonisht punën në orën 10, kështu që po një herë në vit, edhe mund të zgjohem. Mirë, Sinan, Për te mban titullin albumi i dytë, apo? Po. Me ripërpunime të këngëve të vjetra të muzikës popullore. Pse pikërisht këtë titull? Beyond, edhe anglisht Për te i shqip. Po, si që të cekë edhe te, Robësh, kjo është albumi i dytë, pas albumit Revival, që e kam faktikisht e kam promovu në vitin 2013. Ja kam vënë emrin Për te për dy arsye. Arsyeja parë është se kam mendu se kur ta ndëgjojnë njerëz këtë album me dalë Për te. Për te kufive. Për te, do thotë, për te asaj problemeve çdo ditë që i kanë, për te diçka, për çdo rutinë editore, do thotë me dalë me edhe më relaksu. Po, në fakt unë thash këngë, në fakt janë instrumentale. Ndoshta Po, janë instrumentale. Për te do të lidhej edhe me Gjithashtu, po, instrumentalet nuk ka nevojë me ditë asnjë gjuhë, janë kapshme për gjithë. E dyta është që besoj shumë që ky album do të dalë edhe jashtë kufive të Kosovës. Unë vetëm se kam kontaktu me një producent njoftër në Turqi, besoj që ai do ta editoj albumin në Turqi, gjithashtu shpresojmë që edhe në vende tjera të Ballkanit do dalim dhe ta promovojmë mirë, po gjithmonë duke shpresuar që do shkojmë planet ashtu siç kemi planifikuar. Sa instrumentale përmban albumi Për te? Albumi përmban gjithsej 10 këngë, 10 instrumentale dhe një këngë. Kënga është këndu nga tenori i njohur Liridon Sadriu, me të cilin bashkëpunoj rregullisht në sferën e muzikës, kurse 10 instrumentale tjera do të thotë janë komplet muzikës popullore, të cilat janë ripërpunuar në një formë që të përshtatet për ato instrumente të cilat edhe për ata instrumentistë cilë do të thotë janë pjesëmarrës të albumit. Dëshiroj t'i falenderoj gjithë, do të thotë duke fillu nga Fatih Kajtazi, i cili është pianosist, Nesim Axhuni në tupana dhe perkusione, Enver Muhamedi në bas gitar, si edhe veçanta e albumit është se janë të ftuar 3 mysafir nga jashtë Kosovës. Do të thotë është Adorel Haxhia, megjithëse jeton në Prishtinë, është nga Vlora. Shqipëria në cello, gjithashtu 2 mysafir nga Turqia, violinistin e parë të televizionit TRT, me cilin kam pasur rast me bashkëpunu në vitin 2013, do thotë pasi që kam qenë mysafir në televizionit TRT për ta promovu albumin Revival. Korhan Gülderen, do thotë violin nga Ankaraja, dhe Onur Ugurbash në instrumentin ud nga Stambolli. Do thotë gjithë ta e ka dhënë më të mirë nga vetja për ta bërë me vërtet shumë profesional dhe shumë karakteristik albumin Për te. Sinan, sa ke pas vështirë ndoshta ti grumbullosh gjithë këta muzicientë në këtë album, duke pasur parasysh edhe kohën, ndoshta edhe mundësitë, koston, kush ka përkrahur kur jemi te kosta? Po, normalisht pa dimën, cilën e vlerësoj shumë nga misioni për kulturë Culture for All, i cili është në zyrën e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Do thotë një mision që është të ndihmuar në mënyrë të jashtëzakonshme kulturën në Kosovë. Do thotë kum pas rast që fillimisht më njoftu me ta përmes ndihmës që ata i kanë dhënë baletit të jashtëzakonshme këto 2 vitet e fundit. Ata do thotë kanë përkrahur në mënyrë të jashtëzakonshme albumin Për te, sepse do thotë udhëtimi i instrumentistëve nga jashtë, do thotë incizimet, gjitha këto megjithatë kushtojnë.
Edhe jam falenderus jashtëzakonisht sepse pa ndihmën e tyre nuk besoj se kisha mujt me realizu. Po, në cilin studio është incizuar? Studio është incizuar në Voxon Recording Studio, është studio do të thotë që udhëhiqet nga vllai im edhe unë, Fatoni, i cili është pjesëmarrës në album. Do të thotë ajo është faktikisht edhe shaktari pse unë sot merr me muzikë, ja kam pa sherrën ose hajrin. Kështu që është një studio e cila i përmbush standardet për të incizuar një studio. Soundi është me të vërtetë shumë i mirë, por besoj që kam i pëlqyer edhe njerëzve. Mirë Sinan, mësa më men nga albumi i parë që është klarinet, veç me klarinet. Nuk ke realizuar ndonjë program që të xhirohet, o të paktën do të bësh një gjë të tillë me albumin e dytë, që të kenë mundësi edhe të shohin performancën e gjithë këtyre instrumentistëve. Po, normalisht, unë besoj që promovimin e albumit do ta bëj në Prishtinë dhe në Mitrovic, pasi Mitrovic e kam një bashkë ndaj bashkëqytetarëve të mi, ndaj njerëzve të mi. Do thotë, atë natë kanë mundësi që komplet ta instrumentistë cilët janë pjesëmarrës të albumit i ndëgjojnë të gjithë komplet live, sepse do t'i luajmë pjesët e albumit. Kurse për të ardhmen unë shpresoj shumë që do të vazhdoj ky bashkëpunim mes komplet nesh pjesëmarrës këtë album. Unë besoj që ky është vetëm fillimi një pune të mirë që ka filluar do thotë në vitin që shkoj. Sigurisht që tash me që jenë përfundim të këtij albumi, veçjet duke menduar për albumin e radhës, ma mërmendja nuk do të mund të rhiqesh kaq lehtë prej muzikës. Unë mendoj se njerëz duhet të bëjnë diçka, do të thotë me vlerë atëherë kur e ndinë që duhet me bëj, jo patjetër vetëm me realizu diçka. Unë albumin e parë, siç e dini, e kam promovu në një vjetorin e vdekjes babait tim, pasi që atij e kam kushtu. Kurse tash për këtë album e kam di që ka ardhur koha me bëj diçka interesante. Me komplet miqt cilët janë pjesëmarrës të albumit kam diskutuar dhe gjithë kanë shprehur gatishmërinë, do të thotë për me qenë pjesë dhe për me bëj diçka të tillë, kështu që kam pas shumë të lehtë në aspektin profesional që me bashkëpunu me ta, cilëve jam jashtëzakonisht falenderues sepse janë këta që i ka dhënë komplet vlerë albumit me shtrinë e tyre. Mirë, Sinan, sigurisht që do ta kemi albumin posa të publikohet. Po. Me që të kemi në studio, po shfrytëzoj nga rasti tash të flasim për baletin, për projektet, me që jemi në fillim të vitit. Kur do të filloni? Po neve kemi filluar, do të thotë me ushtrime, me prova. Do të thotë tash në janar jemi me reprizat baletit, në datë 15 do të jetë baleti Sheherazad. Me datë 22, do të thotë tajtën tjetër, do të jetë baleti premiera e fundit, me cilën e kemi përgatit me prima balerinë shqiptar Ilir Kernin, baleti La Sylphide, po ashtu javën tjetër, pasuse do të jetë prap baleti La Sylphide, dhe me 26 do të vjetë koreografi i njohur nga Shqipëria, zotëri Plo Magalliu, me cilën do të fillojmë projektin e ri, veprën e njohur Otello, dhe kështu me radhë. Sinan, paske angazhime boll, lodhje boll, po sigurisht që relaksohesh me albumin e dytë për tej, me punën që ka marrë ndoshta edhe kohë edhe energji. Po mirë që po kemi punë, shoqër që po kemi punë. Durojmë punë mbarë, takohemi në projektet e radhës. Unë i falenderoj juve që jeni gjithmonë të gatshëm me na ftuar, me na ndihmu që sa do ta prezantojmë para njerëzve punën cilën e bëjmë. Patjetër, suksese edhe. Shumë faleminderit gjithashtu.